Rikthehemi sërish në këtë intervistë me Endri Shabanin, avokati i popullit, siç e rëndova pak më parë. Zoti Shabani, gjëja e fundit që prisja ishte të çija përballë si avokat popullit. Pse? Sepse ke vite që lufton për të rrëzuar një sistem që, siç thua ti, s'na lënë të rinjve, ju ishit avokatit rinjve, ndërkohë more votat e këtij sistemi, për të bërë shfrytëzove në fillim votat e opozitës, pastaj, domethënë firmat e opozitës, pastaj votat e mazhorancës për të bërë avokat i popullit. Kështu do e ndryshoje sistemin? Po. Si? Do shta e shpjegoj për ty, po e shpjegoj për ata që nuk e Jo, di. ti shpjegoj për ata, se për mua, po gjithsesi zëre se unë jam dhe zëri tyre. Dhe? Po, besoj se gazetari më i vjetër në Shqipëri do duhet ta dije që ka diferencë midis avokatit të popullit, avokatit të shtetit dhe avokatit të privatëve. Kështu që do isha habitur nëse unë do isha bërë avokati i shtetit, që emërohet me firmë të kryeministrit, apo do isha avokati i kompanive të mëdha, të cilat unë mund t'i kem denoncuar gjatë aktivizmit. Po, të 84 vetët që kanë dhënë votën ty janë me firmën e kryeministrit aty, se asnjëri prej tyre. Ata janë të 140 deputetët e Republikës së Shqipërisë, janë zgjedhur në parlament me votat e shqiptarëve. Unë isha një nga ata që garova me ofertën tim politike. Janë zgjedhur me listë, në fakt, po hajde se këtë sistem kemi dhe nuk kam çati. Shqiptarët zgjodhën që këta njerëz të shkojnë në parlament. Dhe roli i avokatit të popullit nuk është pjesë e qeverisë, është gjithmonë një rol opozitar, është një rol relativisht. S'është thënë që ti je opozitar. Është një rol opozitar në kuptimin që çfarë bën është monitoron punën e qeverisë, mbron qytetarët kur përballen me një policë arbitrar, denoncon korrupsionin e qeverisë, mbron qytetarët kur shkojnë dhe i prishin shtëpinë apo i marrin pronën padrejtisht, pra është vazhdimësia e asaj që unë kam bërë si aktivist në 20 vjet. Po t'i marrë një për një. Meqense ju thoni që ky është një pozicion pak opozitar dhe ju keni qenë gjithmonë denoncues. A denonconi ju për shembull sot rastin e Belinda Ballukut, rastin e Akshit, që janë raste që janë temë e ditës dhe pak në emisionin e para pak minuta, pra në pjesën e parë të emisionit isha fokusuar te kjo temë. Pra çfarë mendimi keni ju sot në statusin e avokatit të popullit, por dhe si Endri Shabani, për skandalin e Belinda Ballukut apo për skandalin e Akshit? E kuptoj ku do dalësh. Ai skandali është masakra e Akshit, po një nga dyja. Tani ju e keni pasqyruar punën time si aktivist dhe ju e dini shumë mirë që në 6 kallëzime që u kam çuar në SPAK, një është zonja që ju përmendet pak më sipër. Kjo ka qenë roli im si... Po, a ka ndryshuar pozicioni juaj tani që keni marrë vota dhe kësë mazhorancë, se ju jeni aty faltyre 85 votave. Unë e di që e ke ritmin e shpejtë emisionin, po do më lejosh t'ja përgjigjet e mia. Tani, roli i avokatit të popullit nuk është prokurori. Pra, unë nuk jam prokuror sot për të hetuar këta zyrtarë që ti përmende pak më sipër. Por, nëse Belinda Balluku, nëse zyrtarët e tjerë që ti përmende, shkelin të drejtat e njeriu, ti je i sigurt që nëse deri dje me ata aq aktivista unë kisha kam denoncuar abuzimin e tyre, kësaj radhe kam dhe një institucion për të ekspozuar dhe për të luftuar abuzimin e tyre me pushtetin. Po, keni një qëndrim personal si person publik që keni një karrierë nuk e di sa vjeçare që denonconi skandalet dhe keni para një skandali që siç thoni e keni çuar dhe vetë në prokuria. Keni ju një opinion për këto dy? Unë kam shumë opinione. Dhe cilat janë për shembull? Nisë. Unë jam një njeri që isha dhe dje. Po, unë kam bërë një betim të njëjtën që të mbroj qytetarët shqiptar dhe të drejtoj një institucion prej 70 vetësh, të cilët nuk mundet që opinionet e mia të kthehen në politikë institucionale dhe për ata të tjerët. Kështu që unë këtu po të flas si avokati i popullit. Dhe si avokati i popullit, pozicioni ynë është të mbrojmë të drejtat e qytetarëve shqiptar kur ja abuzon ministri, kur abuzon kryetari i bashkisë, kur abuzon polici, kur abuzon inspektori tatimor. Pra, do të shikoni me punë se si ne do të mbrojmë interesat e qytetarëve. Personale, një njeri i lirë që erdhi me idenë për të dalë kundër një sistemi dhe një klase politike, tani futet në një kuti fal atyre votave që s'mban dot as qëndrim të vetin personal për këto zhvillime politike. Shiko, ose shoqërore, se janë vetëm politike. Unë mendoj që është po të pyes për një fenomen që vuajnë gjithë shqiptarët. Është përgjegjësi publike që unë të përfaqësoj një institucion kushtetues. Avokati i popullit është në kushtetut dhe është posti më i vështirë për të marrë në Shqipëri sepse duhen mbi 84 vota. Pra, po thuaj se pjesa më e madhe e institucioneve, përfshi Presidenti i Republikës, si deri një kohë ishte me 3/5, zgjidhet me 71 mandate. Avokati i popullit zgjidhet me 84 vota, kështu që praktikisht unë përfaqësoj një institucion kushtetues dhe dua që të qëndrojnë në këtë drejtim. Tani kaluam dhe diçka që më pyete pak më herët.
Më thej që u zgjodhe me firmat e opozitës. Ja tani për pse do hyj kësaj. Si i morët ju votat e opozitës? Më fal, firmat e opozitës, më fal. Kur u hap gara, keni parasysh ka qenë periudha kur ne kishim vendosur një grup të përbashkët, pra një koalicion të gjëra opozitare. Për betejën e Tiranës. Për betejën e Tiranës, po ishte edhe si një filozofi. Pra për një front të gjëra opozitare. Po. Unë takova deputet të gjitha partive. Tani, i takove vetë apo ndërtove? Personalisht? Personalisht. I kam kontaktuar personalisht. Të gjitha ata që shikon aty, me një rast që refuzoi për shkak sepse mbështeste një kandidat e tjetër, tha të mbështes e tjerë, por kam këtë kandidatën që e kam preferuar, nuk mund të firmos për ty. Takova dhe deputet Partisë Socialiste që i kam miq. Më thanë, nuk firmosim dot sepse kemi vendim politik që kjo është e opozitës dhe ne nuk mund të firmosim për askënd. Pra, Partia Socialiste... Ju biseduat me zotin Berisha? Jo. Partia Socialiste nuk lejonte të mbështeste askënd dhe do gjykonte për kandidat që vinin nga opozita. Pra, pa firmat e deputetëve të opozitës, dhe jo vetëm Partisë Demokratike, asun, askush nuk garantonte dot. Po. Mblodha firmat, janë 5 ose 6 parti, përfshirë disa parti të vogla, i dorëzova. Po që i takojnë spektrit opozitarsë, se Partia Socialiste nuk i ka. Po PSD-ja ke pas firmë nga PSD? Edhe të PSD-s. Teti Mula është një djalë i ri që është deputet e Tiranës. Dhe me këto firmat i shkove, ti nuk bisedove me zotin Berisha? Jo. Po kur deputetet e Partisë Socialiste, Partisë Demokratike thanë që ne të tërhiqemi nga firmat, të paktën moralisht, si njeri që kishe një moral tjetër, nuk the dhe ti po të rriqem dhe unë, se ju me këto firma kam hyrë si kandidat. Jo, sështë, ajo, shiko, mua nuk më takon të ati të interpretoj gjykimet e vendimet e tyre. Jo, nuk po interpretoj nga ana juridike, po flas vetëm në aspektin moral. Tani keni parasysh. Juridikisht le ta zgjidhen, kanë çuar gjykat kushtetuese ato çojnë. Nuk po flas nga ana morale. Ke marr disa vota që mbështesin, të cilat thotë sot do të riqemi. E do një përgjigje. Po. Mua më duheshin 28 firma. Unë mblodha 35 firma, pikërisht duke menduar që dikush do vendosej në siklet për shkak të luftës brendshme brenda PD-s dhe do më kërkonte që t'ia hiqja emrin nga lista. Kam pritur deri me datë 2 dhjetor, që ishte afati i fundit për dorëzimin e firmave. Ata i kanë tërhequr firmat mbas mbarimit të afatit. Të e di nga ana ligjore. Jo, po kjo është e pamoralshme. Pra, nëse ata do kishin ardhur para afatit dhe do thonin, shikoj, mbështetjen time nuk e ke, gjej mbështetje dikujt tjetër, unë e kuptoj. Por të tërheqësh firmat mbas se ka mbaruar gara, unë mendoj që është përpjekje për të prishur procesin, apo për të më nxjerrë mua nga gara që unë nuk e vlerësoj, por sigurisht është gjykimi i tyre. Edhe kjo mund të ishte e drejtë e tyre. Jo, nuk është e drejtë. Pse s'është e drejtë e tyre? Sepse po të shpjegoj edhe një herë. Pra, edhe ligjërisht ka një parim që është parimi i sigurisë juridike. Pra, një e drejtë e fituar, që ishte e fituar deri në momentin e plotësimit të kushtit me datë 2 dhjetor, nuk mund të përdoren procedurat për t'ia marrë një individi dhe për ta nxjerrë nga gara. Ne kemi edhe një praktikë të stabilizuar për ligjin elektoral, ku mbështetja që duhet me firma për kandidat për deputet, kandidat për kryetar bashkie, quhet e ezauruar dhe nuk mund ta tërheqësh më për ta nxjerrë dikë nga gara, sepse ndryshe pastaj përdoret për tek. Atëherë t'ju bëj një pyetje. Deputetët e Partisë Demokratike 35 më the apo jo, mos gaboj. Ki parasysh një gjë. Pavarësisht qëndrimeve të tyre, një pjesë e mirë e tyre mua më kanë uruar personalisht mbas zgjedhjes. Ta kanë uruar? Padyshim, sepse unë kam miq. Ky pastaj është paftyrësia e politikës shqiptare, që thon ndryshem publik dhe bëjnë ndryshem privat, këtu ke të drejtë, ke shumë drejt. Tani pyetja ime është 35 deputet të opozitës të dhanë votat apo jo. Dhe nuk i tërhoqën votat deri mbas mbarimit të afatit zyrtar, duke ditur që ndoshta juridikisht kjo tërheqje nuk kishte më vlerë. Rama deklaroi që nuk do t'i japim vot nuk do t'i japim firmë asnjë kandidati sepse le t'i zgjedhë opozita. Pastaj të 85 votat e Partisë Socialiste erdhën për ty, madje përfshi Ramën, që shfaqet shumë rrallë parlament. Tani, gjithë rastësisht kjo, pse si la Rama kandidatët e vetë të votonin midis 7 kandidatëve, po zgjodhi një kandidat vetëm? Pra thënë ndryshe, kishte një marrëveshje mes Ramës dhe Berishës? Se ky është teatër, njëra pjesë t'i jep mesazhet edhe nuk votat dhe firmat dhe pastaj të riqet jashtë afatit, që t'jemi të ndershëm. Pala tjetër thot, do t'i lëm të lirë se do zgjedhemi nga opozita, pastaj unifikohen të gjitha votat dhe të shkojnë të gjitha votat ty. Pastaj diskutohet do të çojmë gjykat kushtetuese, po dhatë nuk e di e kanë çuar se njerë thon po, njerë thon jo. Shiko, ju jeni gazetar, unë jam avokat i popullit. Pra juve ju takon të bëni hipotezat e mia, për diskutim. Tani unë di një gjë. Askush, as Partia Socialiste nuk i kishte votat për të zgjedhur avokatin e popullit. Askush. Partia Socialiste kishte 82 deputet në sallë. Ndërkohë kanë votuar 5 parti.
votimi është i fshehtë. Kush janë 5 parti? Ishte Partia Socialiste, ishte Partia Shqipëria Bëhet, ishte Partia Mundësia, ishte Partia Agrare Ambientaliste, ishte Partia Lëvizja Bashk, ishte dhe Partia Social Demokrate. Më duket se nuk ishte Partia Mundësia doli në momentin e fundit. Pra ishin 5 parti. Partia Socialiste dhe 4 parti tjera në sallë, në një votim të fshehtë. Partia Socialiste ka vetëm 82 mandate në sallë. Po. Pra, qartazi, këtu e vetmja që mungon është Partia Demokratike. Tani, pse nuk ishte Partia Demokratike në sallë, është një pyetje për Partinë Demokratike. Jo, patjetër këtë do pyes kur të vinë përveç të tyre, se kjo nuk është nuk është se ka një peshë të madhe politike, avokati i popullit mund të ishit ju dhe kudo tjetër. Përpasoj, nuk ka nevojë për të bërë teori kaq të mëdha konspirative. Jo, nuk ka nevojë, por ka të bëjë me parimet morale se si forcat politike funksionojnë. Tani më thuaj Blendi në një avokat populli në 25 vjet, që nuk është zgjedhur me votat e majorancës, një. Më thuaj një rast tjetër, cili nga kandidatët nuk do kishte. Është dakordsuar Partia Socialiste ka të sjellë kandidaturën, po ka sjellë një kandidaturën pra është zgjedhur me votat e dyja palëve. Më thoni Igli Totozani me votat e dyja palëve. 3 të pestat Shabani janë zgjedhur me të dyja palët. 3 të pestat janë vendosur për të zgjedhur kandidat konsensual. Pikërisht. Apo jo. Dhe unë kam marrë mbështetjen e Partisë Demokratike dhe partive tjera opozitare, kam marrë votat. Po pse u theve ti me PD-n? Kur ti dhanë firmat, pse i të roqen mbrapa? Edhe njërë, unë nuk kam trequr asgjë, unë kam qenë konsistent. Pse u theve ti me PD-n? Pse u theve PD-ja me ty? Po është një pyetje për ta. Mund të jetë dinamika e tyre e brendshme. Dish një gjë, se ti je interesuar. Unë besoj që është dinamika e tyre e brendshme. Ata kanë pasur një kandidate që ishte e tyrja, pra që ishte aktiviste e Partisë Demokratike, aktiviste e zëshme e Partisë Demokratike. Po, e cila ka qenë në gjitha protestat e PD-s, ka mbajtur qëndrim opozitar, mund ishte më korekte që PD-ja thoshte kemi këtë kandidatë dhe ne qëndrojmë. Po kjo s'është pyetje për mua. Jo, më patjetër, ku s'keni ju. Unë po them se u thyet PD-ja me ju, se ju keni budi kërkoni edhe një herë, partia njerëzve që ju dhanë votën, i pyetem se pse u dërroqën. Ata kanë pasur një vendim jo për të tërhequr nga unë, kanë pasur një vendim për të tërhequr nga të gjithë. Paktën ky është versioni që më shton mua dhe ky është versioni që unë kam parë zyrtarisht. Pra ata janë tërhequr nga procesi. Dhe për hir vërtet është hera 3 që tërhiqen nga procesi. Isha avokatja e popullit, kishte 3 vite gjysmë që kishte marrë mandati, ky institucion ishte në ngërç për shkak të kësaj praktike. I jepeshin firmat, tërhiqeshin firmat. I jepesh dakordësia, tërhiqet dakordësia. Dhe ka pas një presion nga Bashkimi Evropian që avokati i popullit të zgjidhet sa më shpejt. Dhe mendoj që ka qenë një nga arsyet pse Partia Socialiste i dha drejtim kësaj pune dhe e votuan. Pse vendosët ju të bëshit avokati i popullit? Atëherë unë ju mund të bënit një betejë më të madhe për të shëmbur sistemin, për të denoncuar sistemin. Tani të themi një gjë, nuk është e thënë që çdo njeri që hyn në betejë të mundit 2 partitë të mëdha. Edhe duke i denoncuar ato, edhe si zë i vetëm, edhe si zë në një grup minoritar, mund të ketë shumë më tepër vlerë se sa të shkosh të bësh një zyrtar në një nga zyrat e shtetit. Në gjykimin tim, mund ta kem gabim, ju keni mendimin tuaj. Pse ju duhet ju kjo? Pse duhet braktisni të rolin e këtij opozitarit për të bërë dhe një zyrtari? Ky është keq kuptimi. Unë nuk kam praktisur asgjë. Është një vazhdim i një misioni që unë kam nisur që kam qenë aktivist në vitin 2003. Kam marrë dhe kjo studio juaj si kryetari i Parlamentit Rinor, e kam vazhduar si drejtues i Transparency International, kam qenë aktivist i disa organizatave në Shqipëri, kam punuar si pedagog, pra është një vazhdimsi, një mix midis asaj që unë përfaqësoj dhe asaj që unë dua të arrij. Unë vi nga një familje e varfër, kam qenë i pari që kam shkuar në universitet, ja kam dalë që shkoj në Oxford, ja kam dalë që kemi shkollim elitar, dhe kam dashur që të kthehem dhe të kem një kuptim në shoqërinë time këtu. Si ju, si gazetar që doni të arrini suksesin në fushën tuaj, unë kam dashur gjithmonë të arrij suksesin në fushën time si aktivist, duke patur një ndikim në shoqëri. Roli i avokatit të popullit është opozitari numër 1 në vend. Pra ke një institucion i cili monitoron abuzimin e pushtetit, i del përballë pushtetit në të gjitha nivelet kur ata abuzojnë, ne punojmë, se shiko, ka një problem, ka një ngërç avokati i popullit që nuk e ka provu punën e vet. Ne merremi për ditë, ke për ditë raste ku qytetarëve pensionistë ju mohohet pensioni apo ju keq llogaritë pensioni. Avokati i popullit është aty duke luftuar. Ke raste kur qytetarët merren dhe arrestohen dje deri në 11 natës, ne kemi qenë në rajon për të garantuar që ata protestuesët që u arrestuan i respektohen të drejtat, i garantohen drejtat e tyre kushtetuese. Ne jemi për ditë aty kur qytetarëve ju merret prona, kur nuk i lejohen që ta legalizojnë, megjithëse ligjërisht duhet ta legalizojnë, pra është një betejë e përditshme. Dhe unë besoj
që çdo qytetar që ka një opinion për këtë duhet na gjykojë me punë. Vetëm sekond, Shabani, ju jeni njohur shumë i mirë sistemit politik në Shqipëri, pak më parë më thatë që në gjithë këto vite keni dëgjuar ndonjëherë të bëhet zhurmë për avokatin e popullit, domethënë edhe s'është bërë zgjedhur kollaj. Diçka e kemi arritur se pak tani njerëzit dinë që ka një avokat. A dini ju sa i limituar është pozicioni i avokatit të popullit dhe se si zakonisht mazhorancat, po aq më tepër kjo mazhorancë e ka arrogancën nivelin më të lartë mundshëm, as nuk pyet fare për avokatin e popullit. Shiko. Edhe një herë, unë nuk jam bërë as kryedoganier, as një pozicion për të dhënë licenca apo leje ndërtimi. Ku janë pozicione pushtetit. Po të arrien atë pikë nuk ish as në këtë studio, që t'jemi të ndershëm me njëri tjetër. Po, dhe ju ndoshta me të drejtë mund të më akuzonit që unë lash betejën në gjysmë. Unë nuk ju akuzoj, unë jam i zhgënjur personalisht dhe po të ngrej akuzën që dëgjoj lart e poshtë. Unë përpiqem të sjell pak sens në elementin e zhgënjimit. Sa ajo që po them është padyshim roli i avokatit të popullit nuk ka gjë në dorë. Por mund të ngrej zërin, mund të luftoj dhe të ekspozoj abuzimin me pushtetin dhe mund të qëndroj qytetarëve në krah. Dhe unë po të shpjegoj që ne kemi të paktën 3.000 raste në vit të ankesave të qytetarëve nga fëmijë të vegjël, nga nxënës student që nuk i njihet diploma e universitetit që kanë studiuar jashtë, nga qytetarë që kanë probleme me komunitetin e tyre në raport me bashkinë, të cilët ne i ndihmojmë, në rast të tyre ekspozojmë, kallëzojmë në prokurori, nisim procedim administrativ, ky është roli i avokatit të popullit. Ndërkohë, dhe padyshim me profilin që unë kam, unë besoj që do ta arrisim këtë profil. Ndërkohë,